Të ndëruar shikues, po vazhdoni të zhëndroni me #Gjesi, tashmë është rradha për ftuarin ton të parë. Në vazhdim keni mundësi me ndëgju një histori interesante që vjen nga Albion Ismaili, i cili është lindur rritur në Finland, artist, sportist, këngëtar, shumë çka për brenda një profili. Mirëmëngjesi Albion, është kënaqësi të kemi sot në #Gjesi. Mirëmëngjesi, shumë faleminderit për ftesën. Vjen mirë. Më thuaj si e fillimisht, ke ardhur nga Finlanda për në Kosovë, ke të shpeshta ardhjet kështu në Kosovë? Shumë, sa më shpeshta. Munona me bu sa më shpesh. Si më këtu. Mirë po, unë thash më herët të ke lindë në Finland. Po. Edhe historia jote është shumë interesante. Je sportist, je artist, je aktor, ke label, ka pezon veten më shumë? Për momentin jam pronorin e labelit edhe artist. Po mjen edhe me filma. Marr pjesë në projekte kur më interesojnë. Mirë po, duat ndalim pak tek sporti, ja? E ke nisur të parën me sportin apo me muzikën? Me sportin. Me sportin, MMA. Na trego fillimisht për gjithë ata që nuk e kanë të qartë këtë lloj sporti, si të ka shku gjithçka, edhe duat ndalim specifikisht tek ajo faktikisht që të ka ndodhur ty, pra një lëndim i cili mandej ta ka pamundsu garen edhe shumë çka tjetër. Po, MMA është anglisht i thonë mixed martial arts. Dhe me thonë, ki reja në ka fazë, ki drejtë më rejtë që shdush, me dorë zatë vogla në ashtaj keni po në televizor, ndash më është mundje më kovë, ndash brëll, ndash shkellëm që shdush, që kjo është sporti. Pra, e kanë mund, nuk është specifik, sikur boksi ose kickboksi? Jo, aty ki drejtë gati që dush me po, vetë me gritë si drejtë. Mirë, po pëse ke dëshirë për këtë sport, s'po kuptaj. Po, e ku më dosh gjithë, dhe më konë një njeri që e ku më dosh të luftën një palaj mënyre, dhe më konë pak si eger dhe e ku më kuptu që këtë sport më ka qëtësu tani shumë, se më konë një tip shumë e eger. E kur e ku më gjithë që sport më ka qëtësu shumë, më ka dojla irlandezi kënë me Gregori, e ku më po të re dhe i më konë edhe vetë pak problem që nuk krenuna me atësen adin rrugëve, tani kur e ku më gjithë sporti thashe e qëtu mëj me hije dhe qëtu mëj me shprej ato teme, s'kam nevoj me bu probleme dhe dikun kër është këtë sport, edhe mëj me të mirë adin. A pra e ke zgjidhë si mënyrë që ti me e liru? Po. Pas ke pas me gjithëshysh... Po. Me urezë, së me qërej. Po. Okej. Edhe, mirë po, është i popularizuar këtë sport në Finland, se dim që në Kosovë faktikisht nuk e bëjnë, nuk e kemi këto. Po, për momentin është shumë i popularizum, se është një, ju që thashim bu fakt 2 organizator që kanë bu një organizim shumë të madhe ti sporti, Finland, edhe ka dhejtë ta shumë. është një për organizatëve më të mëdhej në këtë Europën, që tash për momentin. Mirë po të lasim pak, të regona pak a shumë për këtë eksperiencë, i shpallë po ashtu edhe kampion në Finland, apo? Po, në MMA. Po. A të lasim pak për qëtë eksperiencë. Ondra u konë deri në UFC me shku. Si mi aty ku më thonë, pa bu kampion e këtë botë dhe se loja, dhe ne ku më doshtë shumë sportin edhe mrena një vit jëmë bu kampion e Finlandës. Një vjetë ku më ushtru. Një vjetë ke ushtru? Një vjetë ku më ushtru. Pra, kur thua një vetë nga fillimi i karierës tënde, ke mbri me u bu kampion? Po. Okej. Me njerë. U kom pak se edhe keqe për mu, se me sporti jëmë konë gjithë shumë i mirë. Edhe kem ka shkaktu probleme mi u përkushtu të një sportit. Qatë që më konë i mirë, kom pas talent, se kom pas atë dëshiren për me ushtru shumë, me ushtru ma shumë se tjetër, se kom thonë hajtë se jemi mirë, edhe kjo kom pak problem, po tani u mësova ju përkushtova, po erdhë lëndimi edhe... Mirë po, si ndodhe lëndimi, para se të shpallash kampion, pas taj apo kur? Jo, masi që jem shpall kampion. Masi që jem shpall kampion, i kom posët e disa ndeshje, tani më ka ardhë lëndimi, tani s'kum di që me bom, kur më ka ardhë lëndimi, konë shumë e ronë për mu, se u konë ondra kej tjetës, dhe me thonë, u konë pjesë e karakterit tem. Edhe hina tani në boks më rej, ushtrova pak boks, po i kom thonë edhe trenerit boksit, i thash, po i ves një herë më rej, so mi thonë lanë të mirë këti sporti, për kur që tjetër, se boks më vike koma. Hina reja e fitova ndeshën edhe lash. Dua ndalim fillimisht para se të kalojmë tek lëndimi që ke pas, dua ndalim tek ti je shpall kampion në nivel vendi pra në Finland, apo? Po. Kampioni i Finlandës. Po. Mirë, ka të tjerë shqiptarë që merren me këtë sport në Finland, ose kishe kundërshtarat më saktësisht meqin kryesor? Meqin kryesor u konë për kampionat Finlandës, u konë finlandez, po konë edhe shumë shqiptarë që rejen atje, su nga qëllu mu, në fakt në boks kur ju më hi. Në boks kur ju më hi, kundërshtari u konë shqiptarë. Shumë djalesh është e përshëndert,
Kur më dul, i thash bobe sa me më vëmën edhe në shqiptar, dhe që shbi shqiptari si sham su, se i rritu në Finland, kur e sheni shqiptar, ki ma shumë edhe në simpati. Ta një tha boba sport është të njëri, edhe me shku në Kosovë atje rejenin me vetë s'ki qa edhe në dhe thash, okej. Pra ti kishe pak ke mundu ndoshta me pas një konsiderat për shkak nacionalitetit? Po. Ju më lutë për qatë djallë, vitit para se më rrej. Alloj, veç që ka shqiptar. Një lutë? Ju më lutë është dhe të ruje, edhe e ka ru pak. Ata që e kam vonë deshin e ditë. Në boks e ki fjallin. Mirë, para se me dalë të kjo pjesë, duat ndalim pak edhe tek lindimi që ti e pate. Pra, si ndodhi? Ndodhi në sa ke qenë në ring, a gjatë ushtrimeve, apo si? Gjatë ushtrimeve, vjen kohë ndës zgjenime që i kina bo pak ekstreme, se kum pos qef mi zgjenu kohën për me mujt shkelma të somanat mi dhonë. Edhe u konë, jo, mënyrë profesionale që i kina bo dhe aty ka ndodhë lindimi. Mi po si e përjetova atë moment, ishte shumë lëndimi rëndë, pastaj vazhdove ushtrive në spitale, apo se jo, më ka kërësit kështu dhe më ka dollë një fartupi. Po thojsh asë është kur gjeqa, din, edhe veç e vazhdojsh, nja 3-4 jave ku më vazhdu që ashtu, deri son po treneri vetë, tha, që kisha ty, ajo është profesional, ajo din këtë sene, këtë lëndime që shkojnë, tha, të ditush me shku të mjeku, si më ka po, shkova të mjeku, më tregun, edhe kujna ju tregojsh atë që më ka shki muskli i komës, më këshyshi me një farë shikimi, din, thash, jo besë se është e rona, din se këthejna, po kur po të shky keni muskuj vend të keq, dhe me thonë të qëtu pjesa komës e mrenshme, deri këtu të belit që lidhet këtë muskulli, u put. Mirë po si e more vesh lajmin, ose si ndodhe diri tek rikuperimi mandej shkaku i kësaj ta ka pa mundësu edhe që me vazhdu në nivele tjera të sportit MMA-s. Qëtu së të kuptova? Okej, në mirë. Tash, si u konë për ty kur ti e ke kuptu që tash mos ki me mujt me vazhdu më marrë me atë sport? Dush më marrë ose me boks, ose edhe muzikën që pasta e ke. Së shkaku i këti lendimi, pra ta pa mundëson që ty me marrë pjesë dhe në UFC? Po, UFC. Organizatë dhe MMS, qështë është. U konë shumë e ronë u konë për mu, s'kum di qa me bo. Muzikën e kompozë gjithë pranë, gjithë. Prej që i kompozë 12-13 kom shu tekste, po ato e kompozë kur ju hinë dhëmë vetë, kur s'm ka po kërkush. E ke pas ndoshta për hobi? Për hobi e kom, veç për veti. Po se ku menu kur që e bëj dit për dit edhe ta monë me bu profesion. Si shtash kur u lendova, u konë te me ronë për mu, po ka ndodhë si kur, adin kur thujnë qelet një dherë, qelet tjetra. Se kum posti shok, unë ja kum njësë si menager, si pronari labelit njëherë, edhe pse vetë kum shku shumë tekste. Kum posti një shok, që u konë shumë i fort, tekstu shumë i fort, edhe kum di që kam më bu artisti madhë, edhe është artisti madhë, atje në Finland, në Spotify kena rritë certifikat Dukatit 2 herë. Në më thonë, kur i merë për mi... Artisti shqiptar? Ajo është finlandes. Finlandes. Po. Historia ju u konë e veçantë, unë janë njësa si menageri tina, ajo si artist, thirë njerës, shkon në studio, adin kriju labelin, dhe ajo arriti shumë. Ta është na i shumë të nejnë studio gati dit për dit. Unë e gjithë kisha shru tekste, dhe ata e ka ditë, shështë një jam, edhe ajo ka ditë. Ma bëj ka albjem se s'pianistët e ti, adin mos edhe MMA-n tash u duft me lonë, tash pëse ju, adin tash e dhone. Mirë po me muzikën profesionalisht, kur ke fillu? Për pas që e përmendë që ke shkru tekste që i vogël? 2024. 2024. E ke kriju labelin tënd, apo ju ke bashkan gjitë një label i tjetër? Jo, label është e ju, na. Labelin e kum kriju 2023. Kjo artisti finlandes ka arrit shumë. Edhe shtash për momentin edhe 2 artista 3 kanë me hi, label, klipet i kena buket gati dhe pak kanë me dollë. Pra, fokusin e ke me kriju artist të rinja? Po. E ndërka që për vete, me këndu vetë, me përformu vetë, se ke mëndu? Edhe këto e bëj. Kam edhe në projekte që tash kejtë gati, me klipe, me kejtë, veç tash kanë ndryshu pak luja, për të mi bu do video promo shumë, edhe jem të imbledh kejtë, ka të dollë, kanë me dollë kejtë. Mirë po, si e shë, ose si që është klima për një shqiptar të bëhet artist në Finland? Do të performash vetëm gjuhën anglezët, këndosh vetëm anglisht? Jo, unë Shqip. Shqip? Po, unë veç Shqip ne. Ata si e presin ata, me që dhe nuk e kuptojnë, gjuhën tonë? Po, ata shukët e mi, që jem label, jem si familje, më thonë drejten, kejtë më bështetin shumë. I knujnë kongët e mi, a i lëshojnë, i dojnë, si që në tyne. E mone shumë mirë. Mirë po, këta artistët tjerë, janë edhe ata, përmende që ke një artist finlandez, më fajnë. Po. Këta artistët tjerë që do vinë ke mëndu me bashkëpunu më shumë, do shta me nacionalitetin shqiptar, apo? Me konë shqiptar pëse ju, ta me më pu, adin, jem fillim, edhe pse para 3 vite u kriju label, jem shumë fillim. Shumë fillim edhe këta
edhe pse thëmë artistat mi, po këta shokët janë si familje për mu. Jena rritë bashkë, edhe kena qëllu që shtu grupi që kej di me bo muzikë. Kanë edhe ata pasion sportin, ajo? Dhe i dikon, po. Dhe i dikon, ata kanë zhjën të shta më shumë muzikën a mirë, po ku e synon tregun europian, botror, apo do me ka ke target më shumë audiencën shqiptare? Me që dhe preferon me këndu shqip? Une e kam audiencën shqiptare, ata në finlandisht, e kemë edhe një syris, aja arabisht kënën, është edhe një suedez. Ko shumë artistat që më kanë thonë, a më i monë label, edhe në të lifargjuje, po s'ke mundësi për momentin. Jem fillim edhe u merë shumë kohë, energji edhe pare, normal. Mirë po është të kushtueshme të bësh muzikë në Finland krahasuar me Kosovë, se po besoj që ke hulumtu edhe këtu pak, e din tregun pak a shumë që është në Kosovë. Më varet, kisha thonë që këgja njëjtë, edhe pse atje senet janë ma shtrajt, po këtu tregu është shumë i furt. Muzika shqiptare është shumë ma e furt se muzika e Finlandës, kështu që kisha thonë këgja njëjtë. Muzika shqiptare është ma e furt se e Finlandës? Po, mëre, muzika shqiptare është një pej ma të furt këtë botën. Na bashkëpunojna me frangjes, me gjerman, me amerikan, me këto janë treget më të forta muzikës. Mirë po, si e ka është perceptimi i tyne ndaj artistëve tanë, ndaj finlandezëve në përgjithësia, i njohin ata artistët tonë, i ndëgjojnë. Për jashtë këtu, ndoshta Dua Lipën e rritën e bebe e këto, për shkak që ato këndojnë anglisht, edhe janë treg global, nuk janë... Jo më ndëgjojnë shumë shqip, Mirë po si e kuptojnë, se kom përshtypjen që gjua shqipe është bukur pak e komplikume. Shumë njerëz gojnë muzikë veç për shkak si tinglën veç tyne. Jo që apo thojnë, fjallët si kuptojnë veç për tingun e soj, edhe na e kina tingun shumë të mirë, edhe njerëzve pëlqen. Edhe punuar mirë, profesionalisht, mirë po sa ka për krahi për artistët e rinj nga artistët shqiptarë? Ke kontakt me dikë këtu? Kom pos shumë për krahi, po kom kontakt këtu. Në thonë drejten, kom pos për kroje edhe që tash për momentin kom shumë për kroje për i diso njerëzve që isha shumë të rëndësishëm dhe si haraj kur. Për kuj? S'dija kanë qef mi për me. Po, ishtë të shopë se jo, po për kroje nuk o kur gjithë keqe. Se di a kanë qef, nashta dhe kanë qef, nashta s'kanë qef. Njerë për uj, tani ta dhe në një përmeni, folli me ta masoj një të viste. Po, ke plane me ta, me s'po do me përmend, ke plane me ta për në projekt, diçka? Projekte boj me ta, po nëse jetu full për artista, për artista? Jo, unë po fulli për producenta. Me artist s'kom pas kur farë kontakti, me asë një artist. Pse s'ke pas kontakti, po veç thjesht s'ka rastis? S'un ka ro, po. Po me producenta që shka qenë? Jënë kësa dalojnë do shta producentët në vendin tonë krasu me Finland? Producentet këto janë shumë më të furt. Se në Finland? Shumë më të furt. Edhe kom pas fatë mirë se e kam një shak atje që më ka thirë, edhe aje ka një producent këtu, aje ka po so shumë jem të punu karierë të em. Me përshëndes, faleminderit shumë njëri, edhe më ka thonë, thire qëto, shko qëto, jem njoftu me njerëz dhe tash është puna shumë mirë. Mirë po, duhe ndalë prej muzikës dhe të aktrimi, në faktikisht e pashe i angazhum edhe në aktrim. Po. Je ma shumë në Kosovë, në Finland. Në Finland. Ki plane me bo filma Shqip, me aktru Shqip, sepse më vrej që pavarësisht që e rritë në Finland, theksin e gjuhës Shqipe e ki shumë postë të rashtu, nuk i ngeci ose t'i shka. Pse jo, nëse më del një projekt që më pëlqen, do të më pëlqy shumë. Nëse më pëlqen, pse jo, isha gëzu më një projekt shqiptar që më pëlqen. Një po ke plane saj përket aktrimit, se sigurisht që nuk është e letë do shta ti menagjësh të dyja të dhe muzikën, bësh muzikë për vete, po ashtu ke edhe artist në label, do të merësh me ta, do shta në për ditë shmëri, po ashtu edhe aktrimi cilën e ke ma për qefi? Muzikën, normal. Aktrimin hobi? Apo e kja ashtu në plan dytë, nëse ndodhë. Se menoj, edhe në qysh, nëse ndodhë, shpëtute, se ku menu kështu, aktrimin e ku bo për qefin, fillim ja kum nis, kur më kanë thirë për të projekte, asë kum morë por, asë kur gjesh. E kum pos veç që më ka pëlqy shumë, se kum këshirë filma se i ri, edhe besoj që muzika edhe aktrimi lidhen koqa shumë. Edhe shkollë të aktrimi s'kisha kry, thash dikon të mjanisi, po kom qef aty me eksperiencu këtë se. A e ke këto ma shumë që ki qef me kun pran publikut, quf për mes muzikës, për mes aktrimit, se unë ma sa po shumë muzika, aktrimi, këto të dyja, jenë dy profesione, cile duhet jesh pran publikut, pran kamerës, pran njerëzve. Se ku menu kështu, këtë aspekt, se kur ta menesh edhe e me mon, nëse del në organizata mëdha ka shumë njerëz si të këshyrin. Tash kur ta arrit me një sen njerëz këshyrin, se na përjetojna midis njerëzve. Po se ku menu kështu që për shkak sojna, jo, për veç qa më knoq mu, që ma pra të pëlqenjë kryesisht qëto profesione. Me aktorë, ke dikën nga aktorët ma favorit kështu?
Al Pacino, e kam kështu që më pëlqen shumë. Këgja gango. Po, gango, po këtu filmat gango më pëlqen shumë. Po. Mi po, këto filma tjerë me skena romantik, na i film, na i sa, na e gjën vetën? Ja, që tash jo. Tu ka ofru na i telenovel, kështu me lujt aty një aktor bashkë me një aktore tjetër, një histori, dashurie, dramë. Mu ka ofru një, po, edhe nashta bëhet është projekt shumë i madh, varet pak edhe për aty a mujnë me gjetë investime, po aty ka qështu pak, po si ku mënu ma fell, ta këshyru. Mirë po, se të këtejna edhe një herë muzikës me artistët e vendit tonë, që ta pra që këndojnë Shqip, ke kështu ma favorit, që ndoshta pse jo nuk e kishe refuzua dhe me bashkëpunu me ta, me bo një kongë me ta? Qyre plot artista, kejtë thëmë jem të mirë. Kejtë jem të mirë edhe se kam në një me të cek, unë jam fan i hip-hopit. Edhe njerës që i vlerësoj shumë për shembull i porin hip-hop që e ku vlerësu shumë më konë Unikatili, normal. Edhe dy tjerë që i vlerësoj shumë është Lyrikoli me Kreshin. Për mu këta janë legendat lojës. Unikatili edhe Pintat. Po, ama ketë artistat janë shumë mirë. Unë e knosa atu i ngu krejt. Jam falenderus për gjithë. Pra ki ma shumë zhanrin e hip-hopit, rapit, këto, po. Kurse këto balada që bëhen nuk i ke shumë, ndoshta nuk është stili yt? Jo, shumë, ja. A ka diçka që nuk të pëlqen nga këta artist, që nuk është ndoshta në shijet të tua? Për kongë i të fola... Po për kongë, se zakonisht reperat këto artistët këndojnë këngë. Po, gjithë ka kongë që nashta së të pëlqenjë shumë, adin, po si kësha ceka, adin, njeri e bëm për veti. Kur del një projekt që së më pëlqen veç, ja bëj skip, adin. Mirë, të dalim pak të projektet e reja, qka kime nga sërbu ta shprek? Pra për muzikën e kam fjallin, për këngën. Po, se shpejti të del një projekt jemi, klipin kete këna po goti, veç që jo mirë me këta dy artistat të ri, se edhe këtyne kam jendoj klipi, e kom lon pak si onash, po projekti është kejt goti, besoj që mu i nashë, maj kam e dojë. E ke gjiru këtu në Finland, apo? Këtu. Për çka flet pak a shumë? A kena mi pasi do vetura, do gocat bukra, apo qysh është? Po, pak a shumë po. Amo është freestyle. Freestyle. Po. E kom bu me një ven, me një vetur, me një gocë që shpëllu të A e ke disirat në ikona jo? Jo, ja, di se së bëj. Për çka i ke këndu? I ke këndu dashuris, i ke këndu parave, veturave, po çka? Pak a shumë për që jam të bu une, so ndryshe jam të bu une, që e kem labelin tonë, të më thonë, që jam të bu kejt vetë. Ko gjaj është për jam freestyle e ku jam i pa më shirë shumë. Po. Nuk pas kemi një në herë i pa më shirë shumë, ka që brutal me kona. Mi po, a ke mendu që mundet me u hatru dikosh prej krejt kësaj që e bën ti, i pa më shirë shumë? Mu hatru që për vjen? Flet mu hatru në kuptimin me të hatre. Për qa? Po, i pa më shërëm shumë, ti pas ke thonë që bën muzikë ma ndryshe, i ma ndryshe se tjerë, të është brutal, the. Qështu është hip-hopi, ta shkoj ti me të hotri qa mi vo. Okej, pra dikush nuk mundet, nuk ka nevojë ndoshta me u prejk ose me marrë diçka nga zemra. Sholla jo, ata që e kuptojnë hip-hopin e shojnë qa jam të bu. Aty s'ko më shirë, kur e në hip-hop, nëse ngon njerës të hip-hopit, që të mos ta kejt, edhe artistat tonë, edhe amerikanët kur ja ka njës, të të më kom pak adin, pak se joshpër. Mirë po se shef faktin që ndoshta shpesher artistët në tekstet e tyre kanë shpreje shumë eksplicite ose shumë të tepruara, ashtu? Unë munduna me mojtë pasht, mu më thojnë a gjia i moralshëm. Adin munduna me mojtë kështu so ma pasht. Kushtë të gjia i moralshëm? Shosnija jem, gjia i moralshëm. Ka morali shumë. Okej. Mirë, gjatë verës kemi me të pak, ke fillu me performu dikon qoftë në klube, qoftë në naja, apo jo hala? Ku vjen ku, as besoj që njerë hala jo, se projekte që e kom pas kejt i kom fshi. Për shkak që ekipa është e rej, produsin dhe i ri, si që të përmena. I ke fshi nga YouTube? Kejt i kom fshi. Veç një e kom lon me këtë artistin finlandes që e kem bashkë. Atë mijat kejt i kom fshi. Se stili është tash i ri, është prodhimi është i ri. Mi po me i fshi, fundja, dhe ajo është muzikë që e ke bu, ndoshta me një kohë caktuar, e ka pas kohën e vetë, apo? Po, e ka pas kohën e vetë, po aty jam konë halot, duhet gjetë vetën, duhet gjetë atë stilin të em. Tash e kom gjetë. E kom gjetë edhe jam ku duhet me konë. Edhe i kom mjek ketat të të vjeta që e në konë. është si rebranding, s'po di që mi thonë shqip, edhe ne kini brandet dhe tani ndonë me pastru pak, me si dritë për fillim. Mirë Albion, faleminderit shumë, ishte knaqësi të kisha sot në #6, unë të uroj shumë suksese, edhe të uroj që kemi gjithë vetën mirë, ashtu si shte e kemi planifiku, qoftë në aktrim, qoftë në muzikë, qoftë në tregun vendor, pse jo edhe finlandez. Shumë faleminderit.